Mirë mëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër dhe ju uroj një ditë të mbar dhe të bukur. E them dhe ndjej thellë që shpeshherë të ftuarit e mi më frymëzojnë jo vetëm mua, por unë shpresoj t'ja kaloj këtë frymëzim edhe atyre që na ndjekin. E ftuara ime sot është një grua që të frymëzon. Tek ajo janë mpleksur krijtaria, pozitiviteti në marrëdhënie, iniciativa, guximi dhe shumë anë që bëjnë atë një grua shumë aktive dhe gjithmonë entuziaste për punën që realizon. Ajo është stiliste, por në këndvështrime të veçanta ajo shpeshherë është një lidere që drejton një filial të Institutit Italian të Modës edhe që lidhet me një krijtari dhe një realizim të mrekullueshëm të veshjeve dhe të çdo gjëje që e konsiderojnë veshjen si kulturë dhe pjesë të etikës në marrëdhëniet njerëzore. Do të flasim sepse ecuria e saj është mjaft mbreslënse, me mua sot në studio është Zyli Dibra Sala. Mirëmëngjes, mirë se erdhët, kënaqësi që u kam në studio. Ju falenderoj për ftesën. Një grua shumë aktive. Një grua shumë aktive. Faleminderit. Besoj se çdo ditë e juaja është me entuziazëm dhe me një aktivitet të bollshëm, apo jo? Është e vërtetë. Çdo mëngjes i joni është gjithmonë në aktivitet me punën, me krijimtarinë, me shkollën, me Akademinë e Modës, me çdo gjë që lidhet me profesionin tim. Duhet të dashurosh profesionin që të kesh një hap entuziazm në çdo ditë, apo jo? Është e vërtetë. Unë punën time e du fort, e bëj gjithmonë me shpirt, me zemër, me përkushtim shumë të madh. Puna jame ka orë pafund. Puna jame nuk matet, do marroj këto 5 orë, këto 8 orë, këto 6 orë. Krijimtarit punës, domethënë puna krijuese është gjithmonë një punë që nuk ka orë. E vërtet. Një punë që e don me shpirt, një pasion që unohem me shpirt edhe me zemër me e transmetu te brezat që do vazhdojnë, që të marrin çfarë them, më të mirën e mundshme. Bravo. Së fundmi keni realizuar një sfilat mode, e cila ishte një aktivitet artistik, do të thosha, sepse arti shihej tek paraqitja, tek sfilada, tek veshjet, por edhe shumë çka që e vesh këtë përmbajtje që lidhet me krijimtarinë dhe realizimin. Është e vërtet, para pak ditëve ne bëm ceremoninë e mbylljes, ceremoninë e diplomimit të vitit shkollor 2025-2026. Është një traditë qysh se unë kam hapur filialin në Shkodër. Akademia Europiane e Modës çdo vit në çdo mbyllje të vitit shkollor realizon një sfilat mode kur ne prezantojmë punimet e studentëve dhe aty finalizohet pra gjithë puna, gjithë përkushtimi, gjithë krijimi i studentëve, pra që në vizatim, që në fillim të një modeli, edhe deri te një produkt final aty ku realizohet veshja. Këtë vit vajzat tona kishin veshje shumë të bukura, shumë domethënëse, dhe në çdo vit stilistet që përfundojnë dhe krijojnë një, si më thënë, është tradit, një temë diplome ku këtë vit dy stilistet tona, njëra kishte marrë si përqendrim të uji, të gjërat me ngjyrën blu, bojqiell, ngjyrat e detit, ndërsa një vajzë tjetër, pra tema të ndryshme edhe në stilimin e veshjeve. Në veshjeve. Një tjetër kishte natyrën, ngjyrën e jeshilt, nuancat e ngjyrave,
nuancat e gjethave, domethënë çdo vit veshjet kanë një krijim të ri. Pra realizohen dhe finalizohen pra nga dizajni, nga vizatimi, deri në përfundimin final, deri aty ku janë veshjet e përfundume që transmetohen nga modelet tona të mrekullueshme, që çdo vit me buzëqeshjen e tyre realizojnë një veshje, japin veshjes një bukuri të veçantë. Me këtë rast ofroni shumë edhe mundësinë që të reja, të rinj, keni edhe djem apo më pak? Faktikisht ky mentaliteti që kena ne në Shkodër për pjesën e djemve, se na duket sikur profesioni jonë është vetëm për femna, por jo. E po t'i shikojmë stilista shumë në rang botnor, që janë shumë që ka meshkuj, por akoma jena me atë hala me atë mendjen që se është ma tepër si zenat për femna, jo për meshkuj. Por mendoj ju ofroj të gjitha tyne që kanë anër dhe pasion moden, t'i bashkanjitën Euromodës. Pse se do marrin më të mirën e mundshme, do të marrin metodologjinë italiane, krijimet e modës, krijimet në lidhjen është njësoj, filiali jon është njësoj sikur ti ta bësh shkollën në Bergamo, e bën në Shkodër. E njëjta metodik, të njëjtat libra, të njëjta metodologji, e njëjta mësimdhënie, e lidhun gjithmonë teoria me praktikën. Ku unë mundohem që keni edhe një staf mbështetës? Në staf mbështetës kam dhe ndihmëset e mia në stafin tim personal që punojmë çdo ditë që studentët tona të dalin kur diplomohen, të marrin pra jo vetëm ide nga shkolla, por këto ide t'i realizojnë vetë në anën profesionale, pra të dalin duke realizu këtë ide, jo vetëm duke vizatu në letër, por duke e bërë, dhe më thënë, produkt final. Aty ku është e përfundume dhe aty ku është veshja e parë të klienti ose të modelja, aty ku dënë ti për ta ndjekur. Pra është një proces i tanë. Nga ideja, në dizajnim, në realizim pa pas hapi dhe në paraqitje. Në përfundimin pra deri në qepjen, pra qepja është pika kyçe. Si vlerësoni, nga e vlerësoni ju një veshje? Edhe si specialiste, si stiliste që jeni, kur merrni në dorë çfarë do lloj veshje, nga shikoni në fillim? Dhe si duhet vlerësu një veshje? Një veshje mund të mendohet. Kryesore janë detajet që e bëjnë të bukur këtë veshje. Pra, ndoshta mund të jetë një detaj krejt i vogël në një veshje, por i jep tjetër paraqitje, tjetër sy, tjetër zbukurim. Pra, detajet janë pika kyçe në një veshje. Po ashtu mund të them materialet. Unë gjithmonë studentët e mia i mësoj dhe ju a jap me përkushtim që çdo modeli t'i bashkangiten materialet sa më të mira. Pra, ne mundohena kur realizojmë një veshje të punojmë me materiale shumë të mira. Materiale të mira, sepse shpeshherë materialet e mira, domethënë nëse do hyj unë të flas për një saten, edhe satenet janë të llojeve të ndryshme. Fillojmë nga një saten i thjesht, i lirë, deri në një saten që mund të ketë për masa shumë të ndryshme, shumë cilësore. Pra, domethënë edhe veshja, jo vetëm në paraqitje, por edhe në materialin që ti përdor, ka një, domethënë një kyçe, mënyra e domethënë materialit që përdorim për me bërë një veshje, është pika kyçe, është ajo bukuria. Këtë po ju mbështes kur një shprehje ditës shpeshherë ose një shprehje popullore thot është çështje brumi. Brumi në këtë rast është materiali. Apo jo? Siç është brumi kudo. Me babukën, ai ishte mjelli mirë. Dhe këtu materiali është pika kyçe e realizimit të një veshje të bukur. Pra, domethënë
Patjetër, siç e thash edhe më përpara, domethënë detajet janë ata që krijojnë modelet sa më të bukura, edhe domethënë i japin frymëzim të rive, të rejave, pra që ti nuk mund të thush që unë realizoj një veshje krejt të thjesht, por jo vetëm të thjesht, elegante, të rehatshme. Pra, domethënë, në qoftë se unë du të realizoj një veshje, thjeshtësia, estetika, rehatia, kur ti thush, domethënë, është një kënaqësi në veti. Sa më njihem mirë me këtë fustan. Edhe duhet i përshtatet në një farë mënyrë edhe psikologjisë së personit që e vesh, sepse nuk mund të vesh diçka që nuk i shkon. Një ngjyrë, një veshje, domethënë, çdo unë për veti njeki kur njeki edhe klientët, jo vetëm studentëve që ju a jap, domethënë me përkushtim këtë pikë që njeriu duhet të kontrollojë, do ta shoh klientin ç'a i shkon, ç'a i përshtatet. Pse se ne nuk punojmë vetëm me një moshë, ne punojmë me mosha të ndryshme dhe studentët dizenjojnë jo vetëm për mosha të reja, por edhe për çfarë do lloj moshe. Për moshat e mesme, të treta, çdo lloj moshe. Unë bile para 2 viteve i kam realizu moshat e treta në një sfilat, i kam fut, domethënë veshje të ndryshme. Vjet kam realizu disa veshje të viteve 60. Parasysh, pra janë diçka që unë duhet ta shikoj klientin ç'a i shkon. Ç'a i duket bukur. Pra, ajo që i shkon në fytyrë, në veshje, në trup, se një personi që është shumë i shnetshëm, nuk mund t'i them veshje diçka të ngushtë. Është diçka që pra çdo lloj veshje duhet përshtatet me trupin, me fytyrën, me çdo gjë. Për ta konsideruar veshjen si kulturë dhe si respekt ndaj vetes dhe të tjerëve, natyrisht veshja duhet të jetë e menduar mirë. Po ju si specialiste, çfarë vlerësoni në një konfeksion? Sepse konfeksioni është veshja e gatshme e përdoruar. Kur shikon disa tegela të bukur, të drejtë dhe pa fije dhe ana e kundërt e veshjes është njësoj si ajo e përparmja, si thush pika kyçe në një veshje, puna e parë, si thojmë, të punosh syri i parë është veshja të jetë estetike, të ketë çfarë janë anat estetike, domethënë një rifinitur jaket e bukur, e pastër, një vendosje manget e bukur. Mund të them një qepje e pastër. Në qoftë se unë e kthej veshjen edhe nga pjesa e mbrëmshme, unë të shoh që e kam të pastër, pa fije pejnash, po rregullimet, sezatorat jenë të bukur, punimi të jetë i thjesht edhe i bukur, edhe i rehatshëm, si thash, është pika kyçe në një veshje që unë të ndihem bukur, të ndihem mirë. Por ju si shkojnë thjeshtësia dhe bukuria? Thjeshtësia dhe bukuria janë të dyja bashkë, pse se kur e kam një diçka të thjesht, me një detaj krejt të vogël, jo vetëm që është e bukur, por është e mirë, është e këndshme. Domethënë, unë kur i veshi modelet, ndoshta ka pas raste me më thënë, zysha, domethënë, mu më pëlqen IKEA, se më pëlqen ngjyra. Ke parasysh? Pra, janë ngjyrat ata, janë detajet e vogla, detajet e mëdha, punimet e ndryshme. Cilat janë tendencat e kësaj vere? Ngjyrat e forta janë një tendencë shumë e bukur, edhe veshjet edhe të gjata edhe të shkurtra, veshjet transparente, punimet e darkave, punimet me gura, që janë një diçka shumë e veçantë. Pra janë punime që kërkojnë kopunet edhe orpunet, por janë shumë të vlerësuara. Siç e quajmë ne, punime altamod. Punime altamod që janë veshje mbrëmje. Pra, veshje ceremoniet, veshje mbrëmjet, veshje dasmash, gama të ndryshme, veshjet e nuseve, gama të ndryshme. Pra, studentët tona fillojnë nga një punim krejt i thjesht, nga një fund krejt i thjesht, dhe përfundojnë të ato fustanet e nuseve. Pra, i realizojnë të gjitha në detaje edhe vetë me durët e veta deri në përfundim. Edhe unë me thënë drejten, nihem krenare, nihem e kënaqur kur e shoh studentën tema që ka zjarr prej durëve të saj një punim të bukur, një punë të bukur kur ka ditë të vlerësoj materialin, kur ka ditë të vlerësoj modelin, kur ka ditë të realizoj, si thëmë ne, kallepin,
që është pika kyçe, qofse unë dizenjoj, punoj, baj vizatimin, duhet me realizu kallepin, mas kallepit mënyrën se si realizoj me vute copa, mënyrën se si e pres, mënyrën se si baj pregatitjet, pra çdo lloj gjajet ka një pregatitje derisa të shkojnë te finalja, te qepja, te përfundimi, te pastrimi, te hekurosja, si i thojmë ne, bukuria e një materiali është mënyra si punon ti me hekur. Kur i them ndonjëherë vajzave, i them, nuk duhet vetëm me hekuros, duhet me vallëzu me hekurin, i them duhet me majt sa më bukur, duhet me gjetë pikat kyçe, pikën e supit, pikën e jakës, pikën e mangës. Domethënë, hekuri është si tush nana, bukuria e një veshje, e një pune. Pra, tanë këto pika, tanë këto gjana, realizojnë punimet bukura, krijimet bukura, edhe unë njihem e kënaqur që transmetoj vit mas viti, çdo vit, te breza që vinë, pra jo vetëm tek të rritë të rejat, por edhe të moshat e tjera, pse se edhe unë nuk e fillova 15 vjeçë ndoshta, por e kam vazhdu, e kam pas anër, e kam pas pasion. Të krisha një akademi mode për shkollën, për Shkodrën, edhe realizova. Ju them, filloi domethënë si një anër, si një dëshirë. Parasysh, unë realizova bana shkollën e modës vet, i realizova gjithçka, domethënë me durët e mia, edhe fillova brez mas brezit, u i thanë studentëve të mia, ato pikat më kyçe që ti nesër mundesh me dalë në jetë edhe ban karrierë me punën tënde. Pra, studentët tona vetë punësohen, krijojnë ateljen e tyne, kanë kriju logot e tyne, kanë emrat e tyne, edhe kjo për mua është një kënaqësi, edhe është një arritje, pse se kanë marru Akademinë Euromod Shkodër, edhe është një kënaqësi kur i shikon sot që konkurojnë në ateljet e tyne, janë pra stiliste të mirëfillta që punojnë mjaft bukur. Si shikoni këtë faktin që më për pak vite më të shkume, njerëzit, sidomos gratë, vajzat, kanë pas shumë dëshirë të qepin. Tash ti kanë pak sa më dëshirë të blejnë gjana të gatshme. Por, ashke, jo vetëm në fushën tonë, çdo fushë, kjo ka ndërhy, kur i thojnë, por mund dhe me thanë ka që një kliente që vlerëson të bukuren. Unë kam kliente, ndoshta 30 vjeçare, që i vazhdojnë edhe qepin, kanë atë vazhdimsinë, edhe kënaqësinë, edhe pse kanë kënë treja, edhe pse sot janë në një moshë, kanë kënaqësinë që dëshirojnë që puna e dorës është e personalizuar dhe e pavdekshme. Unë me thanë që ne e realizojmë në atelje. Pra, fillojmë në detajet e vogla deri në përfundim. Pra, është diçka që klienti thotë, unë e shoh aty të gatshme, atë në seri, pa aja seria nuk është vetëm e jemi, kurse jemja prap, unë kur ta qepi në atelje kam diçka më të veçantë, edhe kjo e veçanta nuk ndërpritet asnjëherë, pse se të punosh me trupat e ndryshëm është një punë kolosale, pra nuk është një punë e thjeshtë. Edhe është diçka e bukur që kjo zejtari e punës së përgatitjes së veshjeve, unë kujtoj me shumë respekt mjeshtret rrobaqepsisë, vite të shkume, të cilat kanë pas emër dhe ende përmenden për realizime të mrekullueshme. Kanë bërë qepje shumë të bukura. I rrite puna bukur, i rrite jaka bukur. Ki parasysh janë diçka që mbesin në kujtesë gjithmonë. Madje përveç grave ka pasur edhe burra që kanë punu shumë. Unë i kam pasur në studio rrobaqepsa të mrekullueshëm. Dajti, me emra. Dura, Bajdari, Milda Bajdari, Arjan Kraja, janë emra të cilët i kanë shërby komunitetit, i kanë shërby njerëzve. Vërtet puna e dorës është shumë e mundshme, apo jo? Është e lodhshme, është e mundshme, por kur e ban, si thojnë, me dashni, me përkushtim, pra është një diçka që realizohet hap mas hapi, asnjë gjë nuk realizohet brenda një dite, por vitet, eksperienca, përkushtimi, mundi, sakrifica, pra çdo profesion
Patjetër. Çdo zanat ka profesion. Nuk fitohet për një ditë, asgjë. Por hap mas hapi çdo ditë realizon edhe shikon vedin pra ku ke fillu edhe ku ke arrit. Çfarë interesi kanë të rejat që ti qasen pikërisht stilimit dhe ecurisë së përgatitjeve të veshjeve, sepse shpesh të jepet ideja se në përgjithësi mbas marimit të maturës është të gjithë të studiojnë, por kam parasysh një thanie, nëse të gjithë studiojnë, atëherë kush do të na i rregulloj robinetat? Kush do të bëj një raft, një brav dere, kush do na i qep diçka që nuk e gjej në dyqan? Janë këto specialistë dhe këto artistë të dorës, të punës së dorës që mund ta realizojnë këtë. Me thënë që investimi në arsimin profesional është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Si nevojshëm, është shumë i rëndësishëm, është shumë i domosdoshëm. Mund të më thënë të rejat që përfundojnë, kanë atë ambicien, pse se fjala mod në fushën e modës nuk do të thot vetëm hobi. Jo. Është zanat. Është karrierë. Ti nesër mas nesër do kish emrin tënd në këtë karrierë. Pra do bësh punën tënde dhe gjithmonë do njihesh sa punë e bukur. Pra mund të më thënë që çdo person që ka pasion fushën e modës, mundet me u bashkanjit e Euromoda e Shkodrës, mundet në gjithë Europën, edhe më larg. Kam pas studente që ajo sot është në Amerikë, ka përfunduar Euromod Shkodër, edhe punon shumë mirë, ka atelien e vetë personale, realizon deri te fustanet e nuseve, realizon fustanet e mbrëmjes, mund të më thënë një mrekulli. Natyrisht këtu në Shkodër, stiliste që kanë mbaruar, që kanë ateliet e tyre dhe që i realizojnë mjaft mirë veshjet që sot janë konkurrente në treg. Prapë se qepin, presin qepin, realizojnë, dizenjojnë mjaft bukur. Që kanë mbaru Euromodën. Është të realizosh një veshje, është edhe mjeshtria dhe art. Edhe art, të dyja. Dhe pikërisht ti qasesh e kësaj sfera është gjithmonë e nevojshme, madje domosdoshme, sepse nuk mund të jetë diçka aq personale që të përshtatesh edhe me moshën, edhe me gjendjen, edhe me psikologjinë, edhe me rastin ku do ta veshësh, një gjë që edhe mund ta gjesh, por edhe nuk e gjen. Kur e përgatit është diçka e mirëmenduar. E mirëmenduar edhe çati nihesh mirë, je e qetë. Kur un kam bërë një veshje që e kam punu me durët e mia dhe e di që rri rehat, kam kënaqësinë. Aty ku rri nihem e qetë. Pra veshja mund të më thënë është pika kyçe. Paraqitje, veshja është një diçka mjaft solide, dhe më thanë pra mënyra se si ti ban veshjen, mënyra se si ti vishesh, mënyra se si ti paraqitesh, pra them, sa bukur ishte vesh. E vërtet. Çfarë interesi kryesisht paraqesin të rinjt, të rejat? Të rinjt dhe të rejat, jo vetëm për pasionin që kanë, aty e realizojnë, dhe më thanë, fillojnë nga një anë fidhestare edhe dalin atë që e krijojnë vetë, e vizatojnë vetë, e mendojnë vetë, e realizojnë dhe e djerrin të përfundume. Edhe kjo është një kënaqësi. Ka disa sektor që mund të përfshihen? Po, janë dega stilim modelim, janë modelistet industriale, janë sartat alta modë ose roba qepse të modës së lartë, që do të thënë janë jo vetëm të rejat, por janë edhe moshat e ndryshme, se nuk është e thënë se ti ke një profesion tjetër dhe nuk mund të kesh kënaqësi dhe pasion në fushën e modës, edhe mund të realizosh brenda një viti një kurs të një roba qepse alta mod që punon çdo gjë, fillon nga një fidhestare dhe del në fustanin e përfunduar, edhe në një palto, në një xhaket, jo vetëm fustane, pra çdo lloj veshje. Edhe kjo është një kënaqësi. Unë mund të më thënë gjatë këtyre 8 viteve kam realizuar edhe zonjat që kanë përfunduar, pra nuk kanë as pak në fushën e modës. Mund të kem pas infermiere
që ka realizu dhe ka ba fushën e modë. Ekonomiste, mësuse, nga stafet të ndryshme të prodhimeve dhe të punës që kanë realizu dhe kanë pas kënaqësi për veshjet. Unë kam qef ta qepi vetë, thotë veshjen teme. Dhe kjo është një diçka e veçantë, diçka e bukur. Një gra të tilla. Ka gra mjaftueshëm që kanë kënaqësi, pra, kanë dëshirë. Mesela Shkodra nifet, jo Shkodra, po edhe Shqipëria që gratë janë të përkushtume të puna e dorës, të puna e grepit, të qëndisja. Unë kam vajza edhe gra që qëndisin shumë bukur, që punojnë mjaft mirë. Qëndisja në një veshje si e konsiderone? Është shumë e bukur, është një diçka e veçantë. I jep një detaj tjetër krejt veshjes, qofse unë i bëj një qëndisje doret, një punim doret. Unë them një azhur, që kena thënë dikur, pa është punim me gjyripan, është i diçka e veçantë. Pra gjanat e vjetra edhe punimet e dorës në fushën tonë janë të pavdekshme. Si futet diçka tradicionale her pas here në një veshje edhe që ndjehet e kohës? Por mund të kena aplikime ndoshta edhe vetëm me stampa. Mund të kena aplikime edhe me dorë, që unë du me realizu për shembull një veshje, kam marrë motivet e një viti po thojmë i 1950 edhe kam realizu një veshje jam në 2026. Pra janë motivet, ideja, krijimi, kam kriju një diçka të veçantë, ngjyrat, kam marrë diçka, një prerje. Kam thënë, kjo është me prerje në gjoks. Edhe nga kjo prerje ishte e viteve 60, e viteve 50. Pra kam marrë një vend, kam marrë një frymëzim diku dhe kam kriju një veshje. Por sot, të rejat kanë frymëzime nga më të ndryshme. Ka vajza që kanë pasione dhe talente janë të mrekullueshme. Diçka e veçantë. Diçka e veçantë që njihen mirë, jo vetëm ato, po edhe ne që vazhdojmë me ta edhe punojmë, edhe mendoj që do të jenë stiliste të ardhshme në fushën e modës. Dua të ndalem tek personi juaj, i cili më duken shumë motivues. Besoj se gjeni shumë motive në ditën tuaj. E vërtet, e nisi çdo ditë me një motivim, do punoj, do realizoj këtë, do bëj këtë. Atë natyrë kam, domethënë, edhe mundohem që edhe këtë ta transmetoj te vajzat e reja, ti them që çdo ditë, për shembull, sot do realizojmë këtë. Sot kena këtë program, po përveç programi do na me badhe këtë diçka tjetër, një realizim tjetër, një veshje tjetër, do flasim për historinë e modës. Pse se në programin mësimor që ne kemi në historinë e modës, kena mersologjinë e materialeve, modelistiken, pra dizajnin, fusha të ndryshme që ne ndjekim në akademinë tonë. Pra akademia jonë nuk është thjesht një akademi mode, por është një akademi e mirëfillt me metodologji italiane që ne, domethënë drejtoria, domethënë shkolla mam që është shkolla në Itali, e kena pikë kyçe dhe pikë mbështetëse. E falenderoj edhe drejtorin general të Euromodës, Signor Antonio Donano. Ju keni lidhje të veçantë që ai çdo vit në përfundimin e çdo viti shkollor diplomojmë studentët me diploma italiane së bashku gjithmonë dhe është një kënaqësi, ceremonitë pra e çdo diplomimi kanë një emocion të veçantë. Për mua është një emocion i veçantë dhe sa herë kënaqem do ta kujtoj edhe herë si e realizuar këtë vit. Mendoj që vitin e ardhshëm të realizojmë ndoshta diçka dhe më të bukur. Pas një hapi vjen një frymëzim i ri. Ju keni mbyllur një edicion dhe me siguri që keni përsëri projekte. Mendime si do ta fillojmë, se fillojmë prapë në tetor, qershor që mbyllim një vit shkollor, 9 muaj mësim, edhe them projekte të reja, mendime të reja, domethënë t'i ofrojmë këtij brezi atë pasion që kanë. Unë i them të rive, të rejave, çdo lloj moshe, çdo ëndër që keni, mos keni frikë. Realizojeni, si realizohet një ëndër, vetëm me përkushtim. Vetëm me dashurinë për zanatin. Në qoftë se ti i përkushtohesh, pra ke pasion,
e bën çdo gjë me mund, me përkushtim, me orë punet e realizon. Pra çdo anë realizohet. Mesazhi dhe shembulli i një gruaje entuziaste në punë, iniciatore, të guximshme, me ide kreative, me ndjenjen e artistës në duart e saj edhe me përkushtimin më të madh për punën. Kjo është Zyli Dibra Sala, e ftuara ime e këtij mëngjesi. Besoj se frymëzimin që merrni nga njerëz të tillë, nga gra të tilla siç është Zyli, do të jetë një motiv shumë i bukur për këtë ditë dhe unë dua t'ju përshëndes me këtë motiv pune, entuziazmi edhe përkushtimi. Ju falenderoj shumë, Zyli. Edhe unë të falenderoj shumë. Ju uroj vetëm mbarësi. Faleminderit. Klumt goja, si thojmë në Shkodër. Edhe ju lumshin dur. Shumë, edhe uroj më të mirën për gjithë ata që na njekin, edhe për të gjithë ata që kanë pasion dhe dashuri në fushën e modës. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Mbarësi dhe sukses. Faleminderit.